Duke ndjekur fushatat e tyre, kam parë një lloj afrimiteti me komunitetet të cilat ata e kanë zgjedhur pastaj për të qenë përfaqësues në parlament, dhe besoj që sigurisht që të qenit i rinj politik të përballet edhe me një përgjegjësi patjetër më të shtuar. Jo se një senator ose një njeri që ka shumë politik nuk do duhet ta bëj, por realiteti është në Shqipëri që ndoshta ca gjëra merren si të garantuara, dhe duke qenë i rinj politik do ta kesh atë përgjegjësinë për të përfaqësuar realisht dhe denjësisht qytetarët, se zgjedhjet përsëriten çdo 4 vite dhe ti do të duhet përballesh një moment edhe të bësh një bilanc me çka ke bërë në parlament. Kështu që shpresoj shumë që dhe besoj, duke parë fushatat e tyre që kanë qenë lokale dhe shumë të mira, mendoj që do kemi një lloj vërtet përmirësimi të asaj çka është më e rëndësishme, përfaqësimit. Megjithatë, ardhja e disa të rinjve në listat e Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë nuk ka qenë pa diskutime të forta publike sa i takon opozitës. Partia Demokratike e ka përdorur shpesh, ka akuzuar shpesh futjen e të rinjve përmes mbështetjes që ata kanë marrë sipas Partisë Demokratike nga grupe të strukturuara kriminale. Si i përgjigjesh një akuzë të tillë, si antar i Partisë Socialiste po flas? Po edhe si pjesëmarrës në listat e hapura, si kandidat për deputet. Po, ty për shembull të ka mbështetur krimin, nuk e di. Ke pasur një grup kriminal? Nuk e dëgjova. Ty për shembull, meqense ti ke qenë në listat e hapura të Partisë Socialiste, a të ka mbështetur, po them, ndonjë grup i strukturuar kriminal për të marrë votat? Jo. Sigurisht që jo, edhe spaj duhet përgjigjem me idenë që sigurisht që kjo e kuptoj si akuzë, po nuk e mirë kuptoj, pra e kuptoj që kur humb zgjedhjet do duhet gjesh arsye të humbjes zgjedhjes, se do duhet gjesh sepse qytetarët nuk mbështeten ty. Dhe kjo është e para, dhe e dyta është që sigurisht që ka grupe që duan të influencojnë individ të cilët mendojnë që duke i mbështetur edhe me ardhjen e tyre në pushtet do kenë, si më thënë, influencën e tyre, pse kjo është zgjedhje që bën secili në politik, por ditë them që kur ti përfaqëson dhe ke një strukturë mbrapa, pra edhe individ të cilët janë akuzuar në këto zgjedhje që po mbështeten nga grupe influencuese, ose për të mos përdorur terma të tjerë, parë duhet jemi shumë kujdesshëm kur bëjmë këto akuza, pa pasur fakte dhe prova. Ti kur ke fakte dhe prova, ke një drejtësi të cilës mund të drejtohesh, kjo është e para, dhe e dyta, këta të rinj ose të rinj politik, sigurisht që përveç mbështetjes tyre dhe fushatës, kanë pasur edhe strukturat e partisë të cilët kanë ndihmuar. Kështu që rezultati vjen edhe si pasojë e një mbështetje të strukturës për shkak të ndarjes që i bëhet çdo kandidati, pra çdo kandidat merr përsipër një zonë dhe ka mbrapa përveç grupit fushatës vet, ka edhe strukturën partijake. Kështu që thjesht e shoh si një arsye dëshpëruese të humbjes. Pra ky është një argument i cili përsëritet çdo palëzgjedhje nga opozita dhe është finjeti film. Po, në qoftë se do ta lëmë njanë, po them, ligjërimin e opozitës dhe vërtet do ta shtrojmë pyetjen për qytetarët. Pra, si i ka përftuar Partia Socialiste një pjesë të konsiderueshme, po them, të 83 mandateve, sidomos mandatet e disa personazheve të rinjve ose të rejave në moshë ose në politik, të cilët kanë qenë relativisht të panjohur për publikun ose pak të njohur për publikun. Shikoj, besoj që kjo shpjegon pak edhe situatën politike në vend. Unë mendoj që qytetarët shqiptar besoj që kanë kërkuar që të japin besimin e tyre edhe te disa të rinj politik, pra një lloj nuk dua të them refuzimi ndaj figurave të vjetra, po një farë mbështetje ndaj të rinjve. Siç e përmenda, këta të rinj kanë bërë fushat lokalisht diku, kanë përfaqësuar komunitetet dhe sigurisht kanë pasur edhe një mbështetje të strukturave të partisë dhe sigurisht që rezultati do ishte ky që pam. Kështu që nuk shoh ndonjë surprizë shumë të madhe, shoh vetëm bëj një shpjegim të shoqërisë që
kërkojnë sigurisht që zëra të rinj në parlament, edhe lista e Partisë Socialiste i dha gjithë mundësinë qytetarëve që të gjejnë tek Partia Socialiste përveç eksperiencës, ashtu edhe freskin apo rinin. Edhe me sa duket, një pjesë e mirë socialiste, por jo vetëm, kanë zgjedhur figura të reja që janë në listat e Partisë Socialiste ose që ishin në listat e Partisë Socialiste, që ti kemë përfaqësuesit e tyre në parlament. Qartë. Dua të rikthehem pak tani tek kuvendi i ri që do të konstituohet në shtator. Partia Socialiste 83 mandate, thash fitore pa precedent. Majoranca ka fuqi rrjedhimisht që të zbatoj reforma dhe të ndryshoj madje edhe shumë kode të Republikës së Shqipërisë. Po duke u bazuar edhe mbi, po them, ato se çfarë ka deklaruar vetë zoti Rama publikisht për përgjegjësinë, po them, të kësaj fitoreje nga ana e Partisë Socialiste, cilat mendon se do të jenë 2-3 prioritetet kryesore të mëdha, po them, në nisje të mandatit 4 në shtator? Për mua 83 mandate nuk janë luks, janë obligim dhe përgjegjësi shumë e madhe, justifikimit të besimit të qytetarëve, dhe besoj që gjëja kryesore që Partia Socialiste ka si mision këto 4 vite është ajo që është përmendur gjatë fushatës, është rrugtimi drejt Bashkimit Evropian, edhe kjo është edhe një arsye tjetër se pse numri mandateve është kaq i madh. Pra ne nuk na kanë votuar vetëm strukturat apo Partia Socialiste, por kanë votuar edhe qytetarët cilët zgjedhin stabilitetin dhe një lloj garancie për Shqipërinë, Bashkimin Evropian, se sa fanatik një force politike. Ndaj kjo është e para, pra e para është rruga drejt Bashkimit Evropian, siç e përmenda. Së dyti, garancia e drejtësisë në vend, pra ka forca politike ose forca përballë kundërshtare edhe me premtimin që do ta shkrisë pakun ose do ndërhy në mënyrë drastike në drejtësi, ndërsa me Partinë Socialiste, me cila të jemi të sinqert ka qenë arkitektja e reformës drejtësi, ajo reformë e cila prodhoi pastaj institucionet e reja të drejtësisë, sigurisht që me votbesimin ndaj Partisë Socialiste ka dhe një garanci për vazhdimin e punës këtij pushteti që është shumë i rëndësishëm dhe në këto 30 vite ka çduar ndjeshëm, me të drejtën, edhe duke reformuar, duke pasur garancinë që ky pushtet do ketë pavarësinë e vet, nuk do ketë ndërhyrje. Sigurisht që kjo është edhe një nga arsyet sepse qytetarët e kanë votbesuar Partinë Socialiste. Pastaj politika zhvillimore, të cilat kanë nisur rrugtimin e tyre që prej 3 mandatesh tashmë, dhe do duhet të shtojnë ritmin për shkak se standardizimi me ato që na kërkon Bashkimi Evropian është detyrë. Qartë, pra kur flasim për prioritetet, e kuptova qartë integrimin në Bashkimin Evropian, vijimësia e reformës në drejtësi, por ama edhe prioritetet të tjera, po themi, të progresit. Ekonomik, pra, arsimi, shëndetësia, progresi ekonomik, turizmi, me qenë se jemi edhe sa po ka filluar, po them, sezoni turistik. Me qëra fjallat e turizmi dhe me që jemi në fillim të sezonit, si e shef këtë vit Shqipërinë, po themi në sezonin veror? Turizmi nuk është vetëm sezonin veror, sigurisht, po them për 3 muajshin e verës. Mirë, shumë mirë, mendoj që tani do të flasim statistikat në këtë situatë, po është e dukshme, pak në rrugët e Tiranës t'i gjenë qendra të huaj të cilët vizitojnë qytetin, rrjedhimisht edhe qytetet e tjera të Shqipërisë, të cilat kanë bukurinë natyrore të jashtëzakonshme. Edhe kjo do thotë më shumë ekonomi për biznesin e vogël kryesisht, për restorantet, për baret, për hotelerit, për Airbnb-t, pra më shumë ekonomi. Kështu që e shoh që ne kemi marrë një rrugtim shumë të mirë të këtij sektori, të cilin duhet ta mbajmë fort dhe duhet investojmë në mënyrë cilësore që kjo gjë të zgjasë edhe të jetë vërtet një nga shtyllat tona të ekonomisë. Qartë, duhet kaloj tek njëri nga prioritetet e mëdha të mandatit 4, që është pikërisht vijimësia e reformës së drejtësisë, asaj se çfarë ka nisur vite më herët. Ne gjendemi përballë një vale hetimesh nga SPAK, e cila në masën më të madhe të saj përfshin si numër, po flas si sasi, përfshin zyrtar të Partisë Socialiste shumë më tepër se sa ata të opozitës, si sasi.
Pyetja që unë kam, a ndjen Partia Socialiste presion? Unë nuk besoj që Partia Socialiste ndjen presion. Partia Socialiste, siç e thash, ideoi reformën në drejtësi dhe patjetër gjeti mbështetjen në parlament, ndoshta me dëshirë ose pa dëshirë të shumë deputetëve në atë kohë për votbesimin. Kështu që nuk e shoh si presion, e shoh si një mundësi për t'i dhënë këtij vendi pushtetet e ndara një herë për gjithmonë. Pra qeverisja në Shqipëri në vitet që kemi lënë pas ka qenë e lidhur ngushtë me sistemin e drejtësisë dhe këtë nuk e mohon njeri. Ndërsa sot kemi një panoramë krejt ndryshe, ndoshta me rrisjet e veta për Partinë Socialiste, për shkak se siç e thatë dhe ju, shumë figura nga pozita janë në gjykim, në hetim etj. Dhe sigurisht që kjo ka koston e vet. Pikërisht, prandaj të pyeta. Mirë po, për hir të çka duam ne që të jetë Shqipëria nesër, do duhet që të ndërmarrim edhe këto kosto që në base prekin edhe forcën tonë politike, po kjo është një nga arsyet sepse qytetarët e kanë votuar Partinë Socialiste, sepse nuk ka ndikuar procese të cilat i takojnë drejtësisë. Dhe kjo është në fakt e radhë në Shqipëri, me çka jemi mësuar të dëgjojmë edhe të ketë në praktik në Shqipëri, kështu që do duhet mësohemi me këtë, që pushteti gjyqësor është pushtet gjyqësor, edhe pushteti ekzekutiv apo edhe parlamenti nga ana tjetër janë pushtetet ndara. Sigurisht që do duhet kemi një kontrollor dhe beso, ose check and balance, siç është edhe tradita në Amerikë, për të pasur garancinë se asnjë pushtet nuk i tekalon kompetencat e veta dhe të ndikoj në proceset e tjera të pushtetit tjetër. Por kjo është e garantuar dhe brenda ligjit sigurisht. Megjithatë, ti vetë po them nuk sheh ndonjë teprim, ndonjë masë më të ashpër se ç'duhet ose të panevojshme duke qenë si masë sigurie, po flas, jo si vendim përfundimtar gjykate. Në sensin e asaj që a nuk të duket sikur ka raste që spaku më shumë luan rolin e heqjes nga skena politike se sa rolin e dhënies së drejtësisë? Besoj e ke parasysh për çfarë kam fjalën. Pra, është një gjë që dhe e kam fjalën këtu plotësisht për zyrtarët e Partisë Socialiste. Si thua, jam tërësisht duke u bërë avokaturën zyrtarëve të Partisë Socialiste përmes kësaj pyetjeve. Pra, është një gjë që ta gjykosh drejtësisht një figurë publike dhe një gjë tjetër është ta heqësh nga detyra dhe ta heqësh nga skena politike. Nuk e mendon njësoj këtë gjë? Unë kam opinionet e mia mbi këtë që ju po thoni, edhe mbi të ngjashme raste si këto, por zgjedh që ti besoj drejtësisë në këtë rast, edhe pse opinionet e mia ndoshta të bien ndesh edhe me vendimet drejtësisë, po për sa kohë kemi zgjedhur që ti besojmë kësaj drejtësie, do duhet që ta çojmë deri në fund këtë lloj besimi, edhe pse thash opinionet e mia mund të jenë ndryshe nga realiteti. E kuptoj, qartë. Gjithashtu, Glindxheti edhe antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, një mandat i cilit përfundon në vitin 2027, në mos gaboj, apo jo? 2027, po. Ndërkaq, teksa ishim në periudhë zgjedhore për zgjedhjet parlamentare, Bashkia e Tiranës ka vijuar me punën e saj të përditshme, me mirëmbajtjen e qytetit, me administrimin e punëve publike. Nuk e di çfarë mund të na thuash në një gjë nga bashkia? Bollu morëm tani me qeverinë, morëm vesh 3 mandate, tani nga punët e qytetit çfarë thuhet? Punët në qytetin e Tiranës vazhdojnë normalisht. Sigurisht që aktualisht po merremi me le të themi sezonin turistik ose fluksin e turistëve dhe që çdo gjë të shkojë siç duhet në qytet. Nga ana tjetër po punojmë fort që shtatorit na gjej me atë çka kemi premtuar për këtë mandat edhe për shtatorin, që është ushqimi falas për nxënësit e shkollave 9-vjeçare. Vendimet të ngjashme si këto, ankesa qytetarësh të cilat adresohen çdo kohë, kështu që punët e qytetit vazhdojnë.
Qartë, besoj nuk keni pas pengesa ju si, po them, mazhorancë në Këshillin Bashkiak nga ana e opozitës, kemi parë dhe po dua t'i rikthehem pak edhe skenave që kemi parë në Këshillin Bashkiak, skenave as pak të këndshme, pavarësisht, po them, pretendimeve të opozitës sa qëndrojnë apo nuk qëndrojnë ato, nuk po i hyj, po them thjesht nga pikpamja etike. Këshilltarët e opozitës si bashkëpunëtorë dhe t'i trajtojnë në sensin e kolegëve, nuk dua kurse që të bëjmë një ndasi të paktën në Këshillin Bashkiak, i cili është fiks vendi ku merren vendime për qytetarët, nuk është se duhet bërë ndonjë politikë e madhe se sa politika lokale edhe përfaqësimit të qytetarëve, edhe pse ka një lloj ndryshimi para fushate me artikulimin edhe me mënyrën se si ndodhin gjërat gjatë mbledhjeve, edhe tani pas fushate. Pra tani janë zbutur pak tonet edhe ka një sens bashkëpunimi më të madh, edhe pse gjatë fushatës ose para fushatës zyrtare, sigurisht që secili individ kishte pretendimet e veta edhe në çështjen e listës, kështu që ishte një kohë dhe një mundësi e mirë për të thënë diçka në Këshillin Bashkiak, edhe kjo çdonte ndoshta punën ose mbarvajtjen e mbledhjeve, po listat dolën. Ata që ishin ngarë, pjesa tjetër pastaj vazhdojnë punën si antar të Këshillit Bashkiak, kështu që besoj që duhet ketë më shumë bashkëpunim edhe në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Dua ta mbyll në fakt me një çështje që u bë, të qëndrojmë tek Bashkia e Tiranës, me një çështje që u bë publike në fakt dhe një problematik në Tiranë. Sa i takon pikërisht akuzave që Bashkia e Tiranës ka autorizuar prerjen e një sasie pemësh, sipërfaqe të mbjellë pemësh në zonën e liçenit artificial Tiranës, në funksion të një koncerti që do të mbahej aty. Tani, si do ta adresoje këtë akuzë që është bërë Bashkisë, aq më tepër kur vetë kreu i Bashkisë Serion Velia i është shquajtur për mbjelljen e qytetit, jo për prerjen e pemëve? Ajo është një hapësirë që jo për herë të parë ndodhin koncerte,